Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të Drejt për Drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Ditën e sotme do të sjellim një rast të paprecedent nga qyteti i Durrësit. Është një rast që ndoshta të gjithë ju që ndiqni portalet mund ta keni parë diku, një vajzë e cila jeton në Durrës, vuan nga shëndeti mendor, jeton me babain e saj. Vajza duhet jetë pak më shumë se sa 22-23 vjeçare, vuan nga shëndeti mendor, po ashtu edhe baba i saj i moshuar 60 vjeçari vuan nga shëndeti mendor. Në orët e vona të natës, vajza nuk e kontrollon dot veten për shkak të aftësisë së kufizuar mendore, del rrugëve të Durrësit dhe kthehet në orët e para të mëngjesit dhe mendohet se mbi vajzën abuzohet. Halla e saj e alarmuar ka telefonuar redaksin emisionit Me Zemër të Hapur, drejt për së drejti nga Italia, sepse vajza ka mbetur shtatzan. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Rikthehemi me lidhjen e drejt për drejt me zonjën në fjalë nga Italia, por dhe me psikologen Eksena Qerici. Ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur vjen një histori tronditse që kërkon vëmendjen e gjithë institucioneve. Është halla e saj ajo që do të rrëfej dramën e një vajze të re nga Durrësi, me aftësi të kufizuara, e pambrojtur përballë jetës dhe rreziqeve që rrethojnë. Ajo jeton vetëm me të atin i cili përballet me probleme të shëndetit mendor, duke bërë situatën edhe më të vështirë dhe më të pasigurt. Sipas rrëfimit të hallës, vajza ndodhet në kushte alarmante, ku mungesa e kujdesit dhe mbrojtjes e ekspozon ndaj rrezikut për të shfrytzuar dhe abuzuar seksualisht, pa pasur mundësinë të mbrojë veten. Një histori e dhimbshme që ngre alarmin për ndërhyrjet menjëhershme dhe ndërgjegjësim. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt për prekur çdo detaj të kësaj ngjarje të paprecedent që edhe më parë nëpër portale ka qenë krye fjalë. Është parë një video e një vajze që ka dalë me zë dhe me figurë dhe kjo është e pa drejt në mënyrë kategorike dhe duhet të reagojë edhe institucioni i amës për të marrë masat e duhura ndaj dy personave me aftësi të kufizuar, të cilët dalin në një video, babai 60 vjeçar dhe bia, të dy nuk janë në gjendje të artikulojnë qartë edhe duket në pamjet e paprecedenta, pavarësisht sepse portalet mund ta kenë shfaqur ndoshta edhe për kushtet njerëzore në të cilët ato jetojnë, por kjo është e paprecedent, është një thyerje e hapur e ligjit. Ne do të mundohemi ditën e sotme të mos e bëjmë këtë gjë, të mos e shfaqim atë video, por të flasim për situatën emergjente që është jo vetëm në kushtet e tmerrshme që jeton babai dhe vajzat, të cilët të dy vuajnë nga shëndeti mendor, por njëkohësisht është paralajmëruar për abuzimin ndaj të rez dhe kjo e fundit ajo që pritej ka mbetur shtatzan dhe duhet menjëherë ndërhyrje institucionale për babain 60 vjeçar dhe për të bijën. Me mua në studio psikologja jon, psikologe klinike Eksena Qerici. Mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Është një histori që ndoshta do të na dojë disa detaje t'i mësojmë nga halla e vajzës, por njëkohësisht edhe të flasim dhe të bëjmë apelet tona të drejt për drejta. Unë e di që menjëherë ti vihesh në funksion të çdo teme, mund të lidhemi me shërbimet sociale Eksen për të kërkuar së bashku dhe për ta ngritur zërin së bashku dhe të shikojmë se çfarë masash duhen marr për vajzën në fjalë. Ishte paralajmëruar, thash edhe një herë, video shumë e rëndë, ajo që është dhënë nëpër portale dhe më pas ka bërë qarkullimin në rrjete dhe ajo nuk bëri punë, edhe pse me zë dhe me figurë. Thash edhe një herë, nuk ka pasur as pak transparencë, nuk është vënë një kufizim në portretin e të dyve, pavarësisht edhe asaj të mire që është dashur të jepet nëpërmjet asaj videoje, por gjithsesi le të paguaj ato që meriton dhe ne të jemi drejt për drejt me hallën nga Italia dhe përshëndes zonjën drejt për së drejti, Lindita, 54 vjeçare. Zonja Lindita, të përshëndes.
Përshëndetje. Në fakt ne jemi vënë në kontakt së bashku, ti ke parë si hall, sepse ke vite në Itali dhe nuk e dije se çfarë ndodh me vllajën tënde dhe me mbesën tënde. Jo, nuk e kisha pa, kisha vite pa. Unë kam 35 vjeçë jam. Derisa e pe në portale dhe e kuptove që kishe të bëje pikërisht me vllajën dhe me mbesën. Atëherë, në këto 35 vite që ti jeton në Itali, sa shpesh kthehesh në Shqipëri? Unë nuk isha kthy me thënë drejtën, kisha shumë vite, po u ktheva vjet, edhe e pash vllajën tim ke stacioni trenit, ke stacioni autobusit që kërkonte lek. Ai nuk më njofti, unë e njofta. Edhe qysh atëherë kam filluar me ardh shpesh në Shqipëri, si me i ndihmu. Pastaj kisha pa edhe këtë video në Facebook. Në portale, po? Po, edhe aty u bona më shumë alarmante. Kam shkuja 3-4 herë në Shqipëri, i bleva robe, e si me i sistemu me po është goca, që ajo nuk e liron shpinë, ajo bëhet shumë agresive, se nuk kupton, edhe i përzen njerëzit kush do t'i ndihmoj, që për shembull t'i heqin ato pisliqet që ka ke shtëpia, me i ndihmu, ajo nuk pranon, se truni ashtu i thot, se nuk është mirë me truni. Qartë. Zonja Lindita, sa fëmijë jeni ju? Ne kemi qenë 8, po tani në një ka vdek, në një kështu, e kuptoj. Keni ngelur vetëm 5, më vjen shumë keq. Njëri prej të 5-ve është edhe vllai juaj 60 vjeçar. Ai është ujt shumë. Ai vua nga shëndeti mendor, po? Vua nga shëndeti mendor? Ai vua nga shëndeti mendor, se këto, aty ti vdiq denusja me thënë drejtën. Sa kohë ka që ka vdekur? Kanë qenë të dy që vuanin nga shëndeti mendor? Po, e ama me thënë drejtë kanë qenë origjinal si goca. Probleme tisoj kishte. Si është njohur vllai juaj me të ndjerën, me nënën e vajzës? Pse janë njohur? Si janë njohur? Si arritën ato të martoheshin dhe cilin në jetë një vajzë? Unë kam qenë shumë e vogël kur janë njoft ato. Janë njoftur para 40 vjetësh. Edhe jetoshin me një barake në plazh. Por vajza është më shumë se sa 22-23 vjeçe. Jo, vajza nuk është më shumë. Po nuk është, ajo ka lind pa një vesh, ajo nuk flet, ajo nuk ndëgjon, ajo shtu ka lind, që ka lind me probleme dhe ngjan më shumë se moshën. Pra, jo, dua ta ndalojmë pak tu, zonja Lindita, më dëgjoni pak. Pra, vllai dhe nëna e vajzës e ndjera pas kanë 40 vite të martuar, por vajzën e pas kanë lind në Urvon. Këtë dua të them. Po. Nuk e parandaluan dot që ato të sillnin në jetë një trashëgimtar, duke qenë se të dy ishin të paaftë për të rritur një fëmijë. Si arriti ai fëmijë të jetonte me nënën e smur dhe me babain e smur? Na flit pak për jetën. Po, e vërtet, po, jetoshin të tre kështu. E jetoshin me plena, me gjitha, me një barake. Po si ka mundësi që shteti nuk mori masa për një çift i cili ishte me aftësi të kufizuar, nuk duhet të sillte në jetë trashëgimtar, ose edhe në qoftë se ndodhi mbas shumë viteve kjo shtatzani e zonjës, shteti duhet të merrte mbesën tënde që në momentin e parë, sepse prindrit ishin të paaftë për të arritur, se ja ku jemi sot. Nuk ndodhi atëherë? Nuk u bë, po pse? Po pse? Nuk e di. Pastaj unë kam ardhur në Itali edhe nuk dija më çfarë bëni me sa drejtën. Pastaj kjo... Sa vite ke qëndruar ti pa folur dhe pa komunikuar me vllajën dhe... 20 vjet. 20 vite? 20 vjet pa i pa. Po kur e mësove që vllai yt edhe e ndjera që vuanin... Jam të vujt shumë. Jo, kur e mësove që sollën në jetë vajzën, të lutem, ti kthehemi vite... Kur e pash gocën, po, na e prezantoj gocën, edhe e pan që ishte ashtu. Po nuk kërkua të ndihmë që në atë kohë? Nuk kërkua të ndihmë që në atë kohë? Unë nuk rria në Shqipëri kur ka lind goca. Po nga momenti që lindi vajza, se the kisha shumë vite pa ardhur në Shqipëri edhe derisa e pe vllajën tënd tek stacioni i trenit duke lypur. Sa vite ishin Lindita? Kur e kam pa gocën, unë që kam qenë me probleme, ka qenë e vogël me të thënë drejtën. Nuk e di se ka qenë... Po kur pe vllajën që lypte tek stacioni i trenit? E pash vjet, nuk e kisha pa në herë. Sa vite nuk komunikonit? A i ka vite, do ketë se e them se gjithmonë atje ka nejtë. Jo, juve, sa vite kishit që nuk komunikonit? A 20 vjet gati. Gati 20 vite. Ata nuk kanë as telefon celular ku mund të komunikosh? Jo, tani po, që ja u çova numrin, që ma dha numrin që u takum vjet, edhe ka numrin goca që ju kam çu, po ajo nuk ndëgjon, edhe vetëm
shef vetëm, kështu nuk flet, kupton? Edhe kështu që qysh atëherë jam lidh dhe kam ardhur më shpesh në Shqipëri. Atëherë, zonja Lindita, përveç jush edhe vllajt tuaj, ju jeni edhe 3 fëmijët e tjerë. Ata 3 të tjerët, motra, vëllezër, ku jetojnë? Po. Një vllaj e kam në Francë. Po? Një motër është në Itali, në Forlì. Po? Jam unë këtu, është dhe një vlla tjetër që është edhe ai në Itali. Po? Edhe në Shqipëri ka ngel vetëm ai, se dhe një tjetër më vdiq. A keni menduar ndonjëherë që vllajin dhe mbesën ta të rishni aty ku ju jetoni? Keni menduar ndonjëherë? E kemi menduar. Po dhe me thënë drejtën edhe unë nuk është që kisha shumë mundësi për veten time, edhe unë me fëmijë, kupton? E s'kisha shumë mundësi, nuk kisha me thënë drejtë, me unë burr kot. Edhe nuk kisha çat bosha. Edhe na njeriu sta kontrolluni thot largohet, kupton, largohet. Edhe unë në gabimin im që u largova, po tash nuk du të largohem, du t'i rjafër, du të kërkoj që ta ndihmoj. Zonja Lindita, sa vite ka kunata juaj që ka ndruar jetë, nëna e vajzës? Kunata ime, jo më shumë se 2 vjetë. Jo më shumë se 2 vite. Në këto 2 vite, kur ajo ndroi jetë, ti u lajmërove, ti e dije, ke ardhur, të kanë lajmëruar. Po. Dhe gjendja e vajzës është rënduar me njerë pas vdekjes së nënës së saj. Goca ka qenë gjithmonë kështu, edhe mama kështu, kanë pas jetu, si që keni pa video, që ju kanë qu, ashtu kanë jetu, kanë 20 e sa vjetë që jetojnë kështu, kështu që nuk, jo se mami ishte gjallë, edhe vdiq mami dhe kanë ndryshuar çdo gjë, se ato janë pa ujë, pa drita, edhe nuk lahen, kuptonë? Kështu që kam pas edhe biles këtë situatën, mama vetë, ke Facebooku, Rita Dauti, që ose shifni, ajo ka vite që kërkon ndihmë, ajo ka vite, po nuk është përgjigje asnjëri. Po mirë, kur ju erdhët dhe pat vllajën tek stacioni i trenit dhe ndërhyt me njëherë si halla e vajzës, por edhe si motra e zotrisë, shkuat tek Bashkia e Durrësit, kërkuat ndihmë në njësi administrative, po? Shkova, biles më thanë që do ta largoshin, do ta çoshin me një institut, edhe nuk ma çun, më lanë gjithë ditën deri në 8 darkës tu prit përgjigje e nuk më lajmëruan që të çoshim me një institut me gocën. Atëherë, a mund të më thoni pak çfarë ndodh me vllajën edhe me vajzën e tij me mbesën? Ku han, ku pin, ku lahen, kush është jeta e tyre? Vllai ime rrin lyplek, edhe han me ato. Kurse goca deri në darkët nga shtëpia dhe kthehet mjes, edhe është plot me pleq që e presin për jashtë, janë dhe komshit dishmitar që rrinë e marrin, edhe çojnë të nesme në shtëpi, mëngjes nga ora 4-5. Kështu që ajo gjithë natën vjen abuzohet nga ropt, sa ajo nuk kupton, ato e marrin, ajo shkon, edhe kjo është situata me gocën. Vllai im rrin në gjumë, se s'ka as drita, s'ka as ujë, edhe kështu që kjo është. Shiko, kjo që ju sa po thatë është e pa precedent. Unë do doja të dija, duke qenë se fqinjët kanë qenë në dieni, juve jeni vënë në dieni, a keni bërë denoncim në policinë e Durrësit? Jo, s'kemi bërë. Pse? Nuk t'jap do të përgjigje, nuk e di. Nuk e di se kemi bërë. Sepse edhe tani fqinjët të shikojnë teatr, se si njerëz të moshuar, burra të moshuar, pa pikën e turpit, presin në radhë, një vajzë e cila nuk e ka veten e saj në dorë, ikën natën dhe e sjellin në orët e para të mëngjesit, kjo është e turpshme. Shumë. Është uluritse. Biles kishte ngel shtatzane, goca. Si e mësove këtë fakt? Kjo është edhe më e dhimbshme. Nuk e di kush e çoj me që ta nxirrte fëmin, se nga që nuk e di si do të bonte me punën e kësaj të lindte dhe fëmijë, nuk e di. Ti si e mësove këtë fakt, të lutem? Faktin me ju? Jo, faktin e shtatzanisë. Ma tregun në Shqipëri. Të telefonuan dhe të thanë? Fiset e mi, se kam dhe fiset atje, kam tezen, kam nipet. Pra familjarët tuaj ta treguan këtë gjë? Po. Si kishin kuptuar ato që vajza ishte shtatzan? Te nuk e di. Nuk e di si e kanë kuptu. Vetëm që e mora vesh që kështë ngel dhe shtatzane. Sa kohë përpara ka ndodhur kjo gjë? Edhe këte nuk e di. Nuk e di. Vajza ka abortuar? Po. Vazhdon të abuzohet edhe mbas abortit? Po, për ditë, për natë, po. Do me thënë, nga familjarët u ndërhy
për të ndërprer shtatzanin. Ajo e ka bërë këtë abort. Nona vetë ka qenë gjallë atëre. Rrezik do ketë qenë nona vetë, do ta ketë qenë në spital, se ishte gjallë atëre kur ngeli shtatzane goca. E qartë. Po mirë, unë një gjë nuk kuptoj, edhe sikur nëna të ke çuar vajzën me aftësi të kufizuar në spital për të abortuar, ku janë bluzat e bardha që e kanë detyrim ligjor për të lajmëruar policin. E kanë detyrim ligjor që një vajzë me aftësi të kufizuara ka mbetur shtatzan dhe po abortohet. Ku është? Nuk është bëha si gjë. Edhe nuk është bëha si gjë, kështu që prap po përsëriten këto gjëra. Pra, mbi vajzën abuzohet edhe kur nëna ka qenë gjallë. Po. Po ju thoni që nëna ka qenë njësoj si vajza, pra... Nëna origjinal si goca, po, kur ka qenë re... Si ka mundësi që tjetë nëna ajo që e ka quar për të abortuar? Thash, këto janë njerëz që nuk kuptojnë, nuk e kanë trunin në rregull, nuk janë mirë me trunin. Jo, por derisa nëna e ka kuptuar që vajza është shtatzan dhe e ka quar për të abortuar, atëherë i bie që nëna nuk ka qenë ndjera në kushtet që është vajza, të paktën çfarë shohim ne në video. Unë, ta them me sinqeritet, unë nuk e di historinë si ka ndodhur, nuk e di si është ngjarja, nuk e di. Di vetëm që kishte ngel shtatzane, edhe fëmijën e kanë nxjerr. Nuk i di me si ti them, me rregull si ka shkuar. Po, me detaje. Zonja Lindita, në momentet që ju keni qenë pranë vllajt edhe pranë besës, a mund të më thoni pak çfarë bisedoni ju me to? Arrin të kuptojnë ty ata, arrin të shprehen me ty? Vlla ime flet i çik, nuk flet shumë, po flet. Po nga që e kam vlla, nuk është që e kuptoj shumë fjalët, po e kuptoj. Kurse atë se kuptoj fare, se ajo nuk nxjerr fjalë nga goja, ajo flet vetëm nuk flet fare, nuk i nxjerr fjala, nuk i del fjala. Po prandaj ne ju kemi sot, sepse edhe zotrinë edhe vajzën nuk mund ta kishim në një dëshmi live dhe të drejtë për drejtë. Video është e pa precedent, nuk mund ta transmetojmë, le ta kenë bërë portalet, është e jashtëligjshme që dy persona në atë gjendje me aftësi të kufizuar të dalin me zë dhe me figurë. Kështu që ne nuk mund të bëjmë një gabim që e kanë bërë të tjerët. Faleminderit, shumë faleminderit. Jo, mos na falendero se kjo është detyrim, ndoshta edhe ju si hall do doni ta jepni atë video, por unë nuk e jap dot, nuk e transmetoj dot. Qofte edhe duke mbuluar imazhin e tyre. Mirë, zonja Lindita, unë ja u çova se isha shumë Jo, dakord, ne kemi parë, është një video që qarkullon, nuk është një video që nuk qarkullon. Por edhe pas daljes së asaj videos, mbas kaq kohësh, ja ku jemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, që askush nuk ka bërë asgjë, përveç se më folën shumë mirë për ju, prandaj ju kontaktova. Ju falenderoj nga zemra, por në atë video duket ekspozimi i tyre dhe nuk janë marrë masat. Ti vetë kur ke folur për herë të fundit me vllajën dhe me besën? Dje fola. Çfarë arritet kuptoje? Ai po mpret mua që të shkoj. Po mpret mua dhe thotë du të shkoj në azil. Ai do më shku me një strukturë, me një vend që të ketë me hangër, të ketë me pisa, to në pallat nuk janë për t'jetu. Nuk janë ato për t'jetu në pallat e dy, se ajo nuk pastron, ai nuk pastron, dhe kështu që mblidhet prap plenat ashtu siç i kanë. Se nuk janë ato taft, nuk janë taft për t'jetu të dy vetëm, kupton? Po me çfarë ushqem, me parat, kush gatuan? Unë lek i çova 2-3 herë, por nuk i merrshin dot se nuk kanë dokumentat, i kanë skaduar me të dy. E qartë. Edhe kam shkuve 2-3 herë, kështu i kam bë pazarin, i kam dhënë, edhe plus ai rrin t'u lyp, kupton? E qartë. Rrin t'u lyp edhe han me ato që japin njerëzit. Po me gjërat gatshme besoj. Se s'janë as të aftë, po. Se s'kanë as drita, as ujë, po. E kuptoj. Po, s'kanë as gjë, po. Po mirë, ju tha që jeton në një pallat. Në çfarë pallati jetojnë? Pallati Lagja 13, në katin e 6. Po shumë, kati shumë i lartë. Ai është pashë, atit nuk i japin as cezën ashensorit, ai me zor hyp shkallët nga kamët se i ka shumë keq, i ka të djegme dhe i dhemi dhe shismun, edhe komshit nuk ja japin atë cezën ashensorit se to janë të pisët. Edhe i shkallët i bën vetë 6 kate, edhe shkalla është pa xhama, është e hapur komplet, që ka dhe mundësi që njeriu të rrshqasi, apo jo? Po, është e vërtet. Është shumë skandaloze kjo shkallë. Kujt i përket ky apartament? Apartamenti kujt i përket? Në katin e 6?
Për atëre, ta shpjegoj dhe këtë gjë. Këto kur rrishin ke një barake, e hoqën nga barakja, e dhan këtë apartamentin me emrin e nuses. Ka ndodhe një gjë tjetër shumë e keqe. Kur vdiq nusja, nga që vllai ime s'kupton, goca nuk kupton, vjerri ja ka marrë firmën, i ka marrë edhe emrin e ai vllai ime nuk ka as emër ka ajo shtëpia. Është me emrin e vjerit edhe me kalamajt e vjerit. Kështu që ja hoqën. Se shtëpia ishte me emrin e nuses, do të shkonte vllait. Apo pra, njerëzit e nënës së vajzës, njerëzit e nënës shumë mirë, ja kanë marrë vllait. Ja kanë marrë. Edhe ai nuk ka as një kontratë, as me vu dritat, as i gjë. Unë shkova, u përpoqa me ujtin, më thanë që ja kemi vu, edhe nuk ja kanë vu, kam shku ke zyra ujtit, mund të informojni. Shkova ke dritat nuk ka kontratën e shtëpisë, se nuk ekziston fare ai me emër, ekziston emri vjerit, edhe fëmijët e vjerit. Mirë, do ndaloj pak edhe tek njerëzit e nënës së vajzës, të mbesës tuaj, vetëm është momenti të lançoj publicitetin e parë, vazhdoni që ndroni në linjë, sepse do rikthehen përsëri me ty dhe me detajet të tjera të një historie shumë të rëndësishme. Publicitet. Tuja. Faleminderit. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë për të marrë edhe detaje të tjera, sapo zonja Lindita nga Italia na ka telefonuar për të kërkuar një ndihmë të drejtë për drejtë në lidhje me vllain 60 vjeçar, i cili është me aftësi të kufizuar, bashortja e tij po me aftësi të kufizuar, mbas 40 viteve martesë ka ndruar jetë vetëm përpara 2 vitesh, po përgjatë këtyre viteve të mëdha martese kanë sjellë në jetë vetëm përpara 22-23 viteve një vajzë me cilën abuzohet, fqinjët e shikojnë çdo natë, burra të moshuar të cilët presin në radhë për ta marrë dhe për ta kthyer për ta marrë orëve të vona të natës dhe për ta kthyer në orët e para të mëngjesit në shtëpinë e saj, përpara 2 vitesh kur nëna e vajzës dhe kunata e Linditës ka qenë ende gjallë, mbi vajzën është abuzuar, është lënë shtatzan, ka shkuar në spital, ka abortuar dhe askush nuk ka marrë asnjë masë për këtë të re. Mendohet se vazhdon edhe pas abortit të abuzohet në fakt me të ren, ndërkohë janë fqinjë të cilët telefonojnë hallën, por nuk e di pse nuk telefonojnë ose ndoshta e kanë bërë edhe shërbimin social në Durrës, në lagjen 13, në katin e 6 të një pallati. Besoj se të gjithë e njihni këtë histori sepse video e kësaj vajze së bashku me babain e pacensuruar është shpërndar në portale. Njerëzit e kanë lexuar sepse Jehona e këtij lajmi ka shkuar edhe në Itali, kur zonja Lindita e ka parë nëpërmjet Facebookut shpërndarjen e kësaj videoje nga portale të ndryshme dhe ndërkohë kur ka mbritur në Shqipëri dhe ka parë në stacionin e trenit vllain i cili lypte, ka marrë masat e saj, por që ja, jeta e zonjës Lindita dhe familjarëve të tjerë, sepse janë edhe 4 pjesëtar të tjerë nga 8 fëmijë që kanë qenë, është jashtë kufijve të Shqipërisë, është një emigrante prej 35 vitesh, ajo ka pendesat e saj në lidhje me gjithë këtë situatë, por tha, mund t'i shpëtoja realitetit, një realitet që nuk i shpëtova dot kurrë dhe nuk e kam ditur se si ka qenë gjendja e vllait, bashortes së ndjer, por edhe vajzës. Ja ku është sot për të bërë një thirrje të drejtë për drejtë nga studio e emisionit Me Zemër të Hapur, në televizionin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ku shikueshmëria nga gjitha institucionet, nga shqiptar brenda territorit të Shqipërisë dhe jashtë është maksimale, ndërkohë që po punon paralelisht edhe psikologja Eksena Qerici për të kontaktuar të gjitha institucionet dhe për të dhënë një përgjigje në lidhje me 60 vjeçarin, por edhe me vajzën e tij. Atëherë, zonja Lindita, më dëgjon? Po. Bëra përsëri një hyrje të gjatë në këtë pjesë të dytë për t'ju bërë pjesë edhe juve të apelit tuaj për ta përsëritur vazhdimisht sepse kërkojmë ndihmën e institucioneve në lidhje me këtë rast të paprecedent. Tani, dua të ndaloj pak tek njerëzit e nënës së vajzës, tek njerëzit e kunatës. Ti njeh ata? Kush janë? I kam taku kur shkova në Mars, tani takova, që shkova i kërkova kontratën e shtëpisë, edhe aty e zbulova që nuk ishte emri vllait tim, ishte emri i vjerit. Çfarë të thanë ty ato në lidhje se edhe ata, tani ju jeni njerëzit e babait, por edhe ata si njerëzit e nënës, nuk mund të kujdesen për vajzën? Ato nuk, unë i thash vjerës vllait, thash duhet më japësh dokumente se është një soçat që do t'i ndihmoj ti rregulloj shtëpinë. Kjo tha, jo, nuk jap dokumente se do ja vjedhën shtëpinë. Nuk ja vjedh njëri shtëpinë, thash se ja keni marrë ju. E keni marrë ju shtëpinë vllait, thash. Kështu që nuk ja vjedh njëri.
Ata mbanin komunikime me mbesën, pra si që jeni ju, është edhe ajo gjyshe. Po. Mbanin komunikime me vajzën. Unë me gotën më merë me video, po si Ti po, ajo si gjyshe mban apo nuk mban komunikime? Ajo për ditë shkon e takon, për ditë. Për ditë si gjyshe shkon e takon. A e ka ditur... Po, kam zbulu, kam zbulu një gjë tjetër, që gjithmonë ma thanë fiste mi, që ajo, nga që goca ka një pension vogël, ja merë kjo gotës, ja merë lekët. Kështu në gjova, nuk e di se është e vërtet, nuk e di. Si gjyshja, mirë që i ka marrë shpinë, po i merë dhe pensionin mbesës? Këtë e kam gjuhë, po nuk ta japë sigur, po e njova nga fisi. Shiko, mos kemi të bëjmë përballë, sepse vajza duhet të ketë një kujdestare ligjore që unë nuk e di kush ka qenë në rastin e nënës së saj. Ndoshta kjo ka qenë kujdestarja ligjore dhe e vajzës së ndjer, por dhe e mbesës që është abuzuar, mos ndoshta kjo zonjë ka qenë kujdestare për të dyja, se kujdestarja merr parat, ajo i menaxhon parat, po çështja është si shkojnë këto parat. Aty po vija, që është puna se kjo, këto si që kanë marrë shpinë, që rezulton me emrin e këtynve, me emrin e burrit kësaj, edhe me fëmijët e kësaj, nuk është me emrin e vllajt tim që duhet jetë, se duhet jetë, nga që vdes nusja, shtëpia shkon burrit me fëmijën apo jo? Jo, ja, një minutë. Ne duhet dalim në origjinën e asaj barakeje, që në emër të... Barakja, ka qenë një, e udhi baraken, ndërtoi apartamentin, këtë pallatin me 6 katre dhe i fali këtë shtëpinë. Jo, më dëgjoj pak. Jo, një minutë. Barakja ka qenë në emër të kujt? Me Rito, me emrin e nuses. Po pra, po nusja si e kishte përfituar këtë banesë? Sepse në qoftë se e kishte dhurat nga prindrit, të trashëguar nga prindrit... Jo, nuk e kishte dhurat nga prindrit. Jetosh me një banesë të vjetër këto. Po doli një ditë që do të më... Po si ka mundësi që një... Ja, më dëgjoj pak. Si ka mundësi një person me aftësi të kufizuar të ishte pronari një barakeje? Pra, si ka përfituar e ndjera baraken? Nuk ishin pronar, ato jetoshin aty, nuk e di se si pagoshin qëra, nuk e di si ka qenë. Po pra, këtu duhet të ndalojmë ne. Pra, si kishin përfituar baraken? Dhe barakja ka qenë në emër të sëndjerës edhe vllajt tënd, vetëm në emër të sëndjerës, apo? Vetëm nuses, në emrin e nuses, vetëm e nusen. E qartë. Po mirë, personi që i mori pjesën e tokës së barakes dhe i fali këta apartament që ka bërë shumë mirë, atëherë, si mundet të bënte një kontratë me një person i cili ishte me aftësi të kufizuar? Pra, i bie që automatikisht e ka bërë me kujdestaren e kunatës tënde që i bie tjetë nëna e saj, gjyshja e vajzës. Ne këtë po themi, po kjo kështu është, se nuk ka kuptim tjetër. Dhe ajo më pas e ka kaluar si ka dashur ajo, sepse është personi përgjegjës ligjor për vajzën, por edhe për mbesën, sepse po i merr dhe pensionin. Nuk i di detaljet, nuk i di mirë. Lekët e pensionit, gjyshja ku i çon? I shpenzon për mbesën? Jo. A kujdeset ajo për mbesën në qoftë se është kujdestarja ligjore? Shkon e takon për ditë, ke ato buzi, aty ke kurrin ato, po gjyshja thot, unë nuk kam për vete, thot, edhe unë i thash, mamaj një javë gocën, sa të pastrojmë shtëpinë, sa të rregullojmë. Po goca nuk rinë, ajo ikën. Nuk rinë ajo ikën, kuptona? Po mirë, zonja, ishte në dieni që burrat moshuar mbanin radhë, abuzojnë mbi mbesën, mbesa ka qenë shtatzan. A ja the këto detaje një gjyshe? Ajo e din, po, e din Vjera, po, e din. Po çfarë tha për balteje? Unë edhe kjo Vjera, nuk është dhe ajo shumë që kupton edhe ajo. Unë e kam kuptu që nuk është dhe ajo mirë me trunin. Nuk është dhe ajo... Pa atëre, në qofsen ajo është e paaft, si që thoni ju, atëre si ka kaluar pronësia zonjës, ose si i tërheq ajo parat e mbesës? Të lutem tani. Nuk e di. Biles mbesa është dhe pa dokumenta, ka dokumenta s'ka dume, edhe nuk ka rritë të kuptoj si shkon kjo ndihma që i jep shteti, që merr një pension të vogël kjo. Nuk di gjë fare, se të thash tani pak. Mbesa i ka të skaduara, po personi përgjegjës për mbesën nuk i ka të skaduara, që bie tjetë gjyshja. E shkon i merr ajo, i marrin në dy, nuk di si të them, se kam pak që jam lidhur me vajin tim, edhe nuk i di shumë saktë të gjojnat si që janë. Po e di që goca ka një pension. Mirë, dakor, po pa tjetër, se me aftësit kufizuar e lindur ashtu, vajza detyrimisht e merr një pension. Po kush ja nxjerr pensionin, kush ja merr pensionin, sepse çdo vit përsëritet pensioni. Ja merr gjyshja, kështu më kanë thënë. E qartë. Mirë, ndalojmë pak tek vllai yt, i cili kërkon të shkojë në një azil. Vllai yt ka punuar?
Vlla ime ka pas punu. Merr pension? Jo, s'merr fare pension. Po si Edhe ka këtë mundsi? du që të arrisi të marrë një pension. Jo, s'merr pension fare. Ku ka punuar Asim vlla di. yt? Ku ka punuar? Eh? Vlla yt ku ka punuar? Punonte ke fshesat, fshinte rrugëve, këto kështu. Pra ka qenë i siguruar. Ka qenë punonjës i komunales, apo jo? Po, i komunales. Për para viteve 90 apo pas viteve 90? Për para. Për para. Po pas viteve 90 pastaj vazhdoi? Punonte në komunale? Unë për para pastaj marrë vitin 91 unë kam ikë dhe kështu që nuk e dija ç'a bënte. Nuk e di fare, absolutisht. Jo. E qartë. Sepse duhet të ketë një pension në fakt që vllai yt të shkojë në një azil, por ai nuk ekziston mundësia të ketë marrë asnjëherë pension, pleqërie thonë Jo, ju. s'ka marrë. Jo. Është i paaft totalisht. Për të shkuar, për të grumbulluar dokumentat, dikush nga ju duhet ta ndihmoj. Pra, vllai yt nuk ka një përgjegjës ligjor, nuk ka një kujdestar. Jo. Du t'jem unë, du të bëhem unë kujdestarja. Du të vi unë, do vi të martën, edhe që paktën t'i bëj dokumentat, t'i bëj pasaportën, edhe me kërku ndihmë që t'i japin një pension edhe t'i çojnë me një vend që të rinte dy, se nuk janë taft për nejt në pallat ato. Tani, Jo. për të dy nuk jemi shumë të sigurt, sepse zotëria në qoftë se kërkon azil, do shkojnë në këtë institucion të moshuarve, ku do t'i jepet ndihma, ndërsa për vajzën do të dëgjojmë psikologen pak qaste më vonë, sepse është vënë vazhdimisht gjatë gjithë emisionit që në momentet e para kur është njohur me rastin në komunikim të vazhdueshëm me institucionet. Dhe besoj se do ketë një ndërgjegjësim të institucioneve, ta shpresojmë të gjë, të paktën ne bëjmë punën tonë si gazetar duke i lajmëruar dhe më pas është në dorën e tyre për të shkuar në terren, sepse zakonisht ju vini nga Italia, punonjësit social vinë ju trokasin në derë zonja Lindita në Itali, qoftë edhe për një martesë që mund të bëj një shtetas i huaj me një shtetas italian, edhe në orën 2 të natës, edhe në orën 4 të mëngjesit, edhe në orën 12 të drekës, por këtu është ndryshe. Duhet shkoj vllai juve mbesa tek punonjësi social edhe tek Bashkia e Durrësit. Ky është ndryshimi. Duhet të trokasin. Unë shkova. Edhe pse ke shkuar ja që nuk është zgjidhur rasti. Këtu është ndryshe. Njënën e majmen e quajnë Blerta, tjetrën nuk e di, por shkova, i takova, edhe si të thash më lanë aty, do t'japin përgjigje, e më lanë aty, s'më lanë asi përgjigje. Dhe përgjigja nuk ka ardhur kurrë tek juve, apo jo? Po, unë shkova, unë prezentova vetë. E ke pyetur vllajën tënd në qoftë se dikush nga bashkia ka shkuar për ta monitoruar banesën, vllajën, besën? Jo, se s'kishin si të komunikoshin me vllajën tim, po pastaj kur u lidha unë që fillova të komunikosha, këto doshin që të vishin, t'i pastroshin shtëpinë, t'i rregulloshin e të gjitha. Po goca u tregu shumë agresive edhe i përzuni. Pra ato në një farë mënyrë kanë hedhur hapin. Po mirë, kur vajza tregohet agresive, ka rrugë të tjera të cilat të ndiqen. Kjo është, se ato u tregun, ato fjalën e majtën, nga kur erdha unë, nga marsi, ato erdhën me datë 4, si që pastroshin shtëpinë me 2 punëtor, t'i ishin pislikët, t'ja boshin gjitha. Edhe unë do iksha pastaj. Edhe goca filloi u kthy mrap shumë qef, e shkoi kato dhe i përzuni filloi t'u gërthit. Se goca nuk është me elan të lirë. Dhe në ato momente, punonjësit dhe bashkia duhet të kërkonin ndihmën e institucioneve të tjera, ndërhyrjen e tyre. Ato ikën, Jo, nuk duhet iknin. Nuk duhet iknin. Mirë. Ato ikën. Kaloj pak tek psikologja. Eksenaj, shikoj që vazhdimisht jenë në komunikim, të kërkoj ndjes që po e ndërpresim këtë komunikim, e presim deri në fund të emisionit çfarë lajmesh do të na vinë, vetëm është një rast i paprecedent që kërkon një ndërhyrje emergjente në lidhje me babain 60 vjeçar, por edhe me të bijën, por e paprecedent që burrat moshuar në radhë, thot zonja, këtu duhet të ndalojmë pak. Kjo është edhe më e rëndë, sepse sigurisht ne kur bëjmë analizat e shoqërisë, një nga arsyet që përmendim është fakti që shëndeti mendor dhe personat që vuajnë nga shëndeti mendor janë shpesh prej abuzimeve seksuale. Ajo çfarë na vën ne në alarm në raport me gjithë sistemin është pra që janë prindër të cilët kanë qenë qartësisht të dukshëm me specifikat e shëndetit mendor. Që do të thotë, ekziston tek ta në raport me kartelin e tyre shëndetësore që kanë një diagnozë, sepse ne shpesh për arsye të ndryshme, të ndryshimit të qasjes
nuk e dokumentojmë aspektin e shëndetit mendor. Dhe nëse ekziston, pra çfarë ka ndodhur ndër vite që dy prindër të cilët dihen që ka një specifik shëndetit mendor, dhe në bas një kohë të caktuar sjellin një fëmijë në jetë, duhet të ketë patjetër menaxhim të rastit dhe një vlerësim automatik. Do të thotë që kjo neglizhencë, mungesë shërbimi, mungesë njohje, pamundësi e kulturës sonë për të ndihmuar dhe për të asistuar personat me shëndet mendor, ka bërë që sigurisht alarmi të vinë pasi vajza është e rritur dhe bën alarm në abuzimi seksual. Pra ne e dim, në raport me qasjen psikologjike, e dim që personat me këto lloj specifike abuzohen seksualisht. Ajo çfarë është edhe më e rëndë është komuniteti vëzhgon, bën sejir dhe me të drejtë përse nuk denoncon, do të thotë që ne këtë gjë e quajmë normale, e pranojmë si diçka që mundet kjo vajza ta kontrolloj, me që del natën, sepse mund të jetë dhe ky mentaliteti ynë i kufizuar në të kuptuar që shëndeti i mendjes në disa momente nuk e kontrollon dot veprimin, edhe pse na duket sikur është një person që bën një lloj zgjedhje. Duke mos e njohur specifikën e shëndetit mendor, ne mendojmë që kjo vajza me që del natën, diçka ka këtu, pra që njerëzit reagojnë kaq ftohtë që disa burra e presin, e abuzojnë, si shkon në spital aborton, për çfarë bën shëndetësia, sepse kuptohet, nëse nuk kuptohet nga komuniteti, kuptohet nga shëndetësia që vuan, dhe atëherë pra është ftohtësia nuk është vetëm e komunitetit, është edhe institucionale. Do të thotë që është pamundësi, apo ka një lloj specifike, apo ka një lloj neglizhence. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, përse nuk shkojnë në institucione këta njerëz. Pa nëse papai ka shprehur që do të shkojnë në azil, përse? Apo sepse ka specifika, se duke qenë qendra të pakta në raport me të moshuarit, nuk pranojnë specifika të shëndetit mendor. Po, e di edhe këtë. Dhe pikërisht kjo ndoshta e bën. Po ka dhe qendra të cilat e ofrojnë këtë shërbim. Po nuk quhen azil, pra nuk shkojnë dot në azil. Të moshuar janë kryesisht. Por duhet të kenë specifika, ndoshta s'kan specifika në raport me shëndetin mendor dhe e kanë lënë në mëshirë të fatit. Me që s'ka institucione, ai le të ri në komunitet edhe të thuash të... Shiko, ne po diskutojmë bashkë për mos reagimin e komunitetit, ku të gjithë e din, por themi që nuk flasin. Unë shpresoj që në këtë rast mund të kenë folur, por është një histori që vazhdon me vite. Po, në 40 vite... Në 40 vite, por le të ndalojmë spesifikisht ke vajza. Në 25 vitet e vajzës. Dua të ndaloj pak këtu, ku nëna ka qenë gjallë, e pa aftë vetë, ta çosh fëmijën në spital, të shikojnë bluzat e bardha që e kanë detyrim ligjor, të lajmërojnë uniformat blu. Ndoshta i kanë lajmëruar dhe uniformat blu, në këtë gjë nuk e di, por alla është e pa informuar, është i vetmi njeri i cili po kujdeset tashmë edhe fizikisht, por edhe në distancë, që po vënë në lëvizje gjithë shka. Por është një gjë me rëndësi, Evis, sepse... Pra, ndoshta e di dhe policia, se ku abuzohet mbi këtë vajzë. Se ne themi në raport me shëndetin mendor, ja lëmë në detyrim familjes. Në kohë që familja, sigurisht ndoshta nuk ka mundësi për arsye emigrimi, nuk mundet dot, pra të marri përsipër një specifik të kësaj natyre, sepse ne kemi dhe mundësinë që pra shkosa e braktis familja... Zonja në një farë mënyrë e pranoj gabimin e saj, Nuk po duam të... U tërhoqa, bëra gabim, apo jo u tërhoqa, tha, por mos të harrojmë që vajza ka edhe njerëzit e nënës. Sepse këtu janë specifika që në fakt është shteti ai... Se të menaxhosh tani pronësinë e shtëpisë, të menaxhosh lekët e pensionit, që merr çdo muaj vajza, ta takosh atë kështu fizikisht, dhe gjyshja, unë nuk e di se në që kushte është kjo gjyshe, mos i ka tuaj një pjatë ngrohtë këtij fëmije. A ja jep ato para, apo nuk i jep ato para? Kemi dhe një historik të familjes së gjyshës... Halla shkon dhe i tregon që mbi vajzën abuzohet edhe vajza thot nuk kam, në gjyshja thot nuk kam që bëj. Tani, më falë. Po, sepse pikërisht, pra, ndoshta ajo nuk ka çfarë i bën, sepse është madhore dhe mendojnë që pra shkos ajo del, si të thuash, është një sjellje. Kjo gjyshe ka dhe fëmijë të tjerë o Iksena. Nuk është që vajzës ti marrim lekët e përmuajshëm pensionin e invaliditetit. A ja jep, as ja jep, mos ta fusin tani shpirtin e gjuna. Abuzimi në fakt, përgjithsisht me aftësinë kufizuar bëhet shumë lehtë. Ndihma kërkon institucione dhe kërkon një qasje pozitive. Pra ndihma ndaj personave me aftësi të kufizuar, sepse nëse është agresive, mund të jetë agresive edhe për shkakun se abuzohet. Vajza është viktimë në këtë rast, po abuzuesit.
njerëz në vajzën moshë, e përjashtojmë është e turpshme. nga mundësia që ne themi si shoqëri për të zgjedhur dhe për të kuptuar. Vajzën e përjashtojmë. Dhe ka institucione që e vlerësojnë që këtë përjashtim që i bën, t'i japin mundësi që të rehabilitohet dhe të mbikëqyhet nga personat që janë profesionistë. Eksena, e di çfarë është e tmerrshme në gjithë të histori? Vajzën ta përjashtojmë nga komuniteti, të mos i japim as kartën e ashensorit. Jo përjashtim nga komuniteti. Jo, komuniteti flas e gjithë zona përreth. Të ngjiten nga shkallë, të rrezikojë jetën, ndoshta edhe ta nënvlerësojnë, ta bullizojnë dhe t'i bëjnë gjithçka. Në këtë rast, vajza është e pavlefshme për komunitetin. Por ky komunitet, në momentin që e abuzon këtë vajzë, a e mendon pasojën? Ne e përjashtojmë se duam pranë vetes, por ne mbi këtë, për shkak të epsheve tona, mund të abuzojmë mbi këtë njerëz të cilin e përbuzim. Sepse e di që është e pa aftë për të mbrojtur. Kjo është e turpshmja. Pikërisht, dhe kjo tregon që kemi shoqëri abuzuese. Dhe bëhet prej kaq vitesh dhe bëhet në sy të gjithë komunitetit, të gjithë e dinë, të gjithë nuk flasin dhe institucionet rrinë. Pra, nuk kemi vetëm sehirin e komunitetit, kemi edhe sehirin e institucioneve. Këtu dua të dalun. Nuk e din se do ta quaj sehir apo pamundësinë e institucioneve. Po menaxhoje, Eksena menaxhoje. Nëse tham që ka mënyra menaxhimi, jo pa aftësi. Nuk shkojmë deri ke pa aftësia. Edhe sa herë të tjera, po menjëherë mbas abortit me vajzën është abuzuar. Përsëri me vajzën. Kjo është dhe më e rëndë, si ka ndodhur aborti. Dhe për më tepër, pra ideja çfarë komuniteti pas kemi ne, që është kaq i pamëshirshëm sa e torturon deri në abort dhe vazhdon sensin e abuzimit pra pa po ai që abuzon ai mbret dhe gishtin edhe e bullizon. Kjo është e turpshmja. Me sa kuptohet, nuk është vetëm një, janë disa. Po do të thotë që flasim për komunitet, flasim për një shoqëri abuzuese dhe se fjala e hallës ishte shumë e rëndë. Burra të moshuar që vjen në radhë. Kjo është e turpshme. Po, sepse mund të ketë arsye shumë më të thella çështja e moshës, abuzime dhe pse lidhet me aftësinë e kufizuar. Mund të ketë shumë arsye. Por gjithsesi ajo çfarë është e rëndësishme, nëse janë disa pa përbërë një numër e cila përkthehet në një element shoqëror. Dhe kjo është dhe më e rëndë, pra përveç shërbimit social, që sigurisht ka bërë diçka, pra është në proces sipas procedurave që ndjekin. Mbas denoncimit të hallës në muajin mars. Por e rëndësishme është të kuptojmë se ky komuniteti, nëse ajo izolohet dhe ky komuniteti i shkompas dhe abuzon, prap institucioni e ka të pamundur ta kontrollojë këtë fenomen shoqëror. Se kjo është më i rëndë. Mirë, rikthehem me ty edhe me analizën tënde, por edhe me hallën e vajzës, me njëherë pas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, në pjesën e tretë për ta përfunduar të gjitha të çfarë kemi dashur të përcjellim sot, jo vetëm tek institucionet, por edhe tek teleshikuesit. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë për ta përfunduar të gjithë këtë emision. Ka mbritur në fakt edhe informacionet e para nga institucionet. Do doja në këto momente të lidheshim me zonjën Lindita me hallën e vajzës për të komunikuar diçka me të. Zonja Lindita, më dëgjon? Po të ngjoj shumë mirë, po. Është një komunikim të vazhdueshëm psikologja Eksena Qerici me institucionet e Bashkisë së Durrësit, me shërbimin social, dhe do doja të dija diçka nga ty. Në momentin që ke shkuar pranë shërbimit social, përveç problematikës së higjienës, problematikës së shëndetit mendor, të lutem, i ke treguar këtyre zonjave që me vajzën abuzohet dhe madje kur nëna ishte gjallë ka mbetur edhe shtatzan? Ato i din gjitha këto, kanë dokumentat, i din gjitha situatën, i din gjitha, edhe janë të lajmëruar. I kanë me dokumenta, i kanë dokumentat e gocës, i kanë dokumentat e vllajt, të gjitha i kanë. Po. Në momentin që me vllajin tënd mund të shkohet dhe të komunikohet shumë pak, vetëm ti ja një gjuhën atij. Ai kur shkon edhe i pyet për familjar, çfarë thot? Ka familjar, s'ka familjar? Nuk e kuptojnë shumë fjalët e atit. Vetëm thash e kuptojnë se vetëm ti. E qartë. Nuk kuptojnë shumë. Atëherë, ja u bëra, po? Më pëlqeu shumë një fjalë që tha psikologja. Po. Për gocën, për Sarën, që ajo nga menja saj, ajo është mësu që do vinë ta marrin, ta çojnë atje edhe ashtu se është
është mësu, si fëmija. Po, e ka mekanike, mirë, vetëm të lutem, duke qenë viktim e kësaj gjëje të pa precedent, që mos t'i vë një emër ta etiketoj. Të lutem, mund të mos e përmendësh emrin e vajzës? Më falë. Të lutem. Se është ligjore gjithë kjo. Duam ta mbrojmë besën dhe jo ta bëjmë ekspozim pastaj besën. Jo, nuk ka absolutisht, se edhe rregullat nuk i dini. Atëherë, ti bëra të gjithë këto pyetje, të kërkoj ndjes, sepse në komunikimin e psikologes me institucionet, ato thonë që nuk janë në dieni të abuzimit, të shtatzanisë. Vllai yt kur shkohet, ai i thotë që nuk kam njerëz të afërm. Nuk ka afër, s'ka njëri, në fakt, me të thënë drejtë. Pra, vllai nuk ka njerëz të afërm, por mbesa ka gjyshen. Mbesa ka gjyshen edhe gjyshin. Po, pa tjetër edhe njerëzit e nënës. Kështu që ato, kur e kanë informacionin që vajza merr pension invaliditeti, ato duhet ta shikonin institucionet kush e tërhiq këtë pension, kush e merr. Por ka qenë të cekët në informacion. Dëgjoj, tani, mua më lind një pyetje. Ti e di se kush e ka filmuar dhe ka shpërndar në media? Jo. Videon jo. Thonë që një komshie, do jetë një komshie. Po dhe mund të zgjedh, se mund të marrë një telefon të marrë komshiun. Jo, mirë, mund të zgjedhësh. Komshiun do bëjmë një tjetër emision. Do kemi edhe fqinjët në fakt, ta premtoj shumë shpejt këtë gjë e dashur Lindita, sepse duhet edhe dëshmia e tyre, por mendon se mund të jetë një punonjëse sociale që ka mbritur në muajin mars kur e ke denoncuar ti rastin dhe i ke vënë në lëvizje? Që shkova... Jo, që kanë bërë filmimin. Jo, që kanë bërë filmimin. Filmimin, thash, është bërë qysh në nëndorë. është bërë nëndorë, është bërë vjetë këj filmini. Okej, dhe ti ke parë rastësish këtë gjë? Mu ma dha një shoqe ma solli. Po, edhe ti e pe pastaj që e vure në lëvizje dhe erdhe këtej. Mirë, Eksena, çfarë flet informacioni dhe deri ku jemi? Do të thënë, çfarë thuhet dhe çfarë nuk thuhet në atë informacion? Unë ja bëra disa pyetje zonjës, por që nuk ka një përputhje midis institucionit në rrugë jo zyrtare, se po ta komunikojnë ty, si kolege, edhe midis hallës vajzës. Çfarë nuk shkon këtu? Sigurisht, sepse duke patur parasysh që kemi specifika shëndet mendor dhe mënyra e komunikimit edhe informacioni ndryshon. Pra, çfarë thuhet në lagje, çfarë dëgjon halla dhe çfarë kuptojnë dhe vlerëson shërbimi psikosocial. Sigurisht që halla i ka konstatim, halla ka qenë nuk më larg se sa marsi. Kryesisht një pjesë të mirë të gjërave i ka të referuara nga banorët e lagjes. Dhe ata janë, së të thuash, njohësit më të mirë të rastit. Dhe kuptohet që... Pa halla ka qenë djeni që mbi vajzën është abuzuar dhe ka mbetur shtatzan. Ka që informacion halla e ka. Pa tjetër dhe sigurisht... Shërbimi social nuk e pas ka. Kjo është dilema, sepse sigurisht kjo është dilema tek ne, pra që shërbimet psikosociale të kenë një lloj vëmendje apo një lloj reagimi profesional dhe institucional, që ndoshta s'lidhet drejt për drejt me ta, që në momentin që merr referimin e parë nga komuniteti, të ndjekë vetë të gjithë procedurën. Dhe nëpërmjet kësaj video ne kuptojmë që si ndodh forma e denoncimit. Pra nuk ka ndodhur denoncimi në institucionet policore, pra zonja që ka dashur ta ndihmoj, por mendoj që nëpërmjet medias ka dashur të thuash të ngre institucionet në alarm se ky rast ka nevojë për vëmendje sepse është një skandal shumë i madh shoqëror. Shumë i madh. Dhe pikërisht ndodh që thuhet nga babai që nuk ka familjar për të cilën kujdeset, ndërkohë që vajza ka një kemp dhe ka aktiv, dhe kush e merr këtë, dhe si përkthehet për shërbimin, përkthehet që nëse një gjyshe kujdeset për të dhe i shkon për takimet e caktuara për shërbimin, quhet një i afërm i cili kujdeset dhe pastaj këtu kujdesi lë për të dëshiruar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Pra çfarë nuk çalon nga komuniteti, por çfarë çalon edhe nga kujdesi. Pra nëse e ka kë kemp, kush e ka dhënë, si ja ka dhënë, kush e merr, si e menaxhon, dhe këto kam përshtypjen që nuk i menaxhon dot deri në fund shërbimi. Po mirë, pra, shërbimi social i ka të gjitha informacionet, sepse ty të erdhi apo jo, e ke në telefonin tënd që merr edhe kempin. Pra, mund ta gjurmosh shumë lehtë. Mund të interesohesh, sepse ke të bësh me dy të paaftë. Po. Jo me një, me dy. Kuptohet që këta janë të rrezikuar, pra nëse ne e përkthejmë që këta dy persona janë të rrezikuar. Fjala, jo dua të them, fjala e zotrisë që thot nuk kam familjar. Dhe ti shikon që vajza merr një kemp.
Kush e merr kempin? Gjurmoje pra, kush e merr në emër të vajzës? Pra, në qoftë se zotëria flet dhe është shumë i sinqert dhe komunikua shumë mirë me shërbimin social zotëria. Nuk kam, dhe ky është realiteti babait, por është ndryshe me vajzën, që ka persona të cilët kujdesen. Dhe tani, zonja thot që isha unë aty në muajin mars, ku ata erdhën, do bënin pastrimin, shumë mirë bën se detyrën e tyre, nuk kemi fare pse t'i falenderojmë në këtë pikë, se do t'i kisha falenderuar. Por nuk mund të vi mbas 35 vitesh një grua e cila është në emigracion, ka parë rastësisht në portale vllajën dhe mbesën, i ka njohur, kthehet në Shqipëri, shumë mirë ka bërë, sepse gjaku u izbëhet, thot populli, erdhi, vuri institucionet në lëvizje, erdhëm neve, nuk po na lejon kjo vajza këtu, që normalisht nuk ka se si të lejoj. Ajo vajza aty, dhe po hikim neve, jo. Ke për detyrë të informosh policin, vjen policia, autoambulanca dhe gjithë gjërat zinxhir, institucionet zinxhir për ta marrë atë vajzën, për ta çuar, për ta rehabilituar, për ta larë mbi të gjitha, për t'i dhënë medikamente, për ta qetësuar, për t'i bërë një kontroll ginekologjik, sepse hallat ka thënë, zonja nuk ka asnjë lloj interesi të thotë që unë shërbimin social e kam lajmëruar. Dhe ata ty të thonë që ne nuk kemi dieni për abuzimin dhe për shtatzanin. Kjo është e paprecedent. Këtu pastaj është për të vlerësuar që kryesisht shërbimi ynë vihet në lëvizje apo ka mënyrën e funksionimit thjesht nga denoncimet, apo ka mënyra të tjera të cilat ne nuk i realizojmë dot për shumë arsye. Se ajo çfarë përmend është më se e nevojshme. Është sipërfaqësore, pra gjithçka është sa për sy e faqe. Këtë konkluzion po nxjerr. Unë mendoj që ne nuk kemi fuqi në raport me shërbimet sociale. Po një telefonat eksena, nuk kemi fuqi institucionale, nuk kemi fuqi profesionale. Nuk kemi profesionale, atëre të lën karriken eksena, ta lënë atë vend pune dhe të vi një person i përgjegjshëm për atë vend pune. Jo, them edhe profesionale sepse nuk ta lejon dot, pra mënyra se si funksionon sistemi ynë, nuk ta lejon. Pra, nëse këtë vajzën duhet ta çoj diku, ku do e çoj nëse s'ka qendër. Sa raste nga Durrësi sjellim ne të tilla. Pikërisht. Dhe kjo është dhe jo më larg se sa nëna atyre 3 fëmijëve, që erdhi gjyshja atyre 3 fëmijëve nga Italia, që e tregoi me zë dhe me figurë, që u kryqëzua në media, që na del nëna atyre 3 fëmijëve tani ajo viktima, tani duhet i tregojmë ca gjëra. Dhe që shërbimi social i dinte të gjithë dhe nuk ndërhynte. Dhe tani hajde t'i japim edukime më mësie kësaj zonje. Dhe vjera letëria atje në Itali. Se fëmijët ishin në Itali, ta rikthejmë edhe një herë historinë atyre 3 fëmijëve. Dhe nëna i hoqi nga Italia. Për përfitimet e saj personale në Shqipëri. Nuk ja la babait. Ajo çfarë është e rëndësishme që ne po vëmë alarmin, që themi gjërat siç janë. Raste të publikuara, por të bëjmë, si të thuash, një lloj nxitje për të thënë që nuk ka më nevojë të kemi raste të publikuara, për të thënë që nëse ka specifika të shëndetit mendor, ne duhet i marrim seriozisht. A duhet ketë penalizime për personat që tërheqin dhe janë kujdestar të pensionit të invaliditetit? Sepse përveç abuzimit, është dhe një element shumë i rëndësishëm, që personi që abuzon e di shumë mirë që personi që ka përballë nuk do reagoj, se e ka vlerësuar në raport me shëndetin mendor, dhe është dyfisht krim nëse do ta quajmë të tillë. Përveç abuzimit që bën, është dhe fakti që pikërisht po abuzon një person i cili di që nuk mbrohet dot. Dhe kjo është dhe më e rëndë. Shiko, gjatë transmetimit po ta dëgjosh zonjën Lindita thotë ja po më merr vllai tani në këtë moment. E kupton që ai ka nevojë për ndihmë, e telefonon motrën, nuk është se nuk e telefonon. Por çështja është edhe një tani nëse donë mund të po nuk arrin të artikulohet, të lutem. Ne kemi bërë e dashur, ne e kemi organizuar bashkë të emision dhe ti the është e pamundur që vllai apo mbesa të thonë edhe diçka në lidhje të drejt për drejt. Unë paralelisht me ju mund të kisha telefonuar dhe mund t'i kishim në kushte anonimati edhe vllajën edhe mbesën, por nuk mund ta bëjmë dot këtë gjë. Nuk e bën dot se nuk i kupton asnjërin as tjetrin. Jo, nuk e kam ke kuptimi. E kam që media nuk duhet ta abuzoj. Dhe do të jetë akoma dhe më rënd në qoftë se ato pamje që kanë dalë në media nuk kanë shkuar tek institucionet, është punonjësa e institucionit dhe i ka shpërndar në media dhe nuk ja ka referuar institucioneve të tjera. Dhe ky është një skandal tjetër. Por le të merren institucionet e tjera, le të merret ama me këdo nga kolegët. Nuk kemi këtu për të dalë ne më të mirët dhe për të ulur ata, por do të jetë shumë skandaloze në qoftë se është filmuar nga një punonjëse në muajin nëntor,
e njësisë administrative e shërbimit sociale apo i kujt do qoftë dhe është përndarë në media dhe nuk është çuar institucioneve. Kjo do të jetë e pafalshme. Eksena, çfarë duhet ketë parasysh Halla? Ne do organizojmë dhe një emision tjetër që përveç zonjës Lindita ne të shohim në fakt edhe çfarë thonë fqinjët. Por do vijemi në lëvizje edhe me njerëzit e nënës së vajzës. Ky është emisioni i parë. Pra kjo është zonja nuk është përgjegjëse ligjore. Jo, nuk është. Dhe pikërisht unë do vi do kërkoj vetëm pensionin e vllajt, aq vite sa ka punuar në komunale. Thot, edhe me ato parat e pensionit pse jo të shkohet në një azil. Sepse e rëndësishme është ndoshta duke denoncuar në raport me abuzimin merr situata një lloj vëmendje. Se ne nuk kemi institucione të tilla, duhet ja themi zonjës Lindita këtë gjë. Kjo është vështirësia. Nuk ka institucione të tilla. Të jem bashkë nuk ka mundësi një kurrnjëherë, por edhe veç mas nuk e di se si mund të funksionon. Lëvizja ndodh kryesisht, pra masa kemi parë që kur ndodh një denoncim. Pra kur ndodh një denoncim, sigurisht që edhe ajo është e përkohshme kur bëhet denoncimi. Sepse nuk është e përhershme se s'ka institucion. Pikërisht, pra nuk kemi fuqi që denoncimi të vazhdojë pa e mbrojtur një familjar, pa e ndjekur deri në fund. Dhe kjo është e rëndësishme. Ti merr denoncimin dhe procedura duhet vazhdojë. E qartë. Falenderoj Eksena që të kisha ditën e sotme në këtë studio. Zonja Lindita, do kesh një punë jashtëzakonisht të vështirë. Vetëm një familjar, po do duhet të udhtosh shpesh në Shqipëri. Më vjen keq për këtë gjë. Të martën do vi. E qartë. Do udhtosh shumë shpesh në Shqipëri, ditën e martë do të kemi në Shqipëri. Besoj nga Durrësi mund të vini edhe në Tiranë pranë nesh dhe të jemi në një komunikim edhe me fqinjët. Mund vi në Tiranë të mërkurën me vllajën dhe me gocën? Do ta diskutojmë pasi të mbarojë emisioni. Gjithsesi, do të më thuash pak kush është apeli yt si hall? Apeli është që kërkoj ndihmë për vllajën tim se nuk jetohet në situacionin që jeton ai, si vllai, si goca, të dy. Ato kanë nevojë që të rinë me një institut që të rinë mrapa, se nuk janë taft me jetu të dy kështu. Siç e thash. Nuk jetohet, nuk kanë men, as njoni, as tjetri, me pastru, as me bo, edhe goca nuk pastron as i gjo, vllai im është i smune, në kështu që është situata shumë e keqe. E qartë, vllai yt është 60 vjeç, duhet shkojë në një azil, ndërkohë që për vajzën duhet të... Me zorecën, nuk ecën dot, ai nuk ecën nga kamët, ka kamët shumë keq, edhe ashencorin nuk ja japin, shkallët me zor i bon, kështu që është shumë problematike kjo gjë. Ai ikën del mëngjes edhe kthehet ndarkë, se nuk ja bën dot të lart me hyp shkallët, hypes dryp, se është shumë të vështirë, nuk ka. Janë vetëm shkallë. Njeriu dhe mund të bi rreshjasi se truni, kuptona? Edhe mund të rreshjasit bi poshtë. E kam pa, shkova vetë e pash vetë shtëpinë. Përveç babait, në fakt duhet të ndërpresim edhe zinxhirin e abuzimit që ndodh me mbesën tuaj. Zonja Blerina, të falenderoj, do mbetemi bashkë në kontakt, do të risjellim me dëshmi të tjera, do të rifreskojmë edhe njerë këtë histori me dëshmi të vërteta që vinë nga banorë, çfarë shikojnë ata dhe si është situata e vllajit edhe e mbesës tuaj. Faleminderit dhe të përshëndes nga Tirana, të mirëpres. Të mirëpres në studio, fizikisht radhën tjetër. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.